Kapitulli, zgjedhja midis rehatit dhe rritjes. Jo çdo rehati është streh. Disa janë burg. Të gjithë njerëzit, pa përjashtim, përjetojnë periudha të vështira. Vjen një moment kur gjithçka duket e errët, financat janë në pikën zero, problemet të mbysin dhe e vetmja dëshirë është të mbijetosh. Dhe kjo është e kuptueshme. Vështirësitë janë pjesë e jetës. Por kur vitet kalojnë dhe ti ende gjendesh në të njëjtën grop, atëherë ky nuk është më një fatkeqësi, është një zgjedhje. Në botën e sotme, informacioni nuk mungon. Librat, videot, trajnimet janë në majë të gishtave. Mësimi është më i lirë dhe më i arritshëm se kurrë. Shprehjet e mira janë të mësohen, disiplina është brenda mundësive të gjithkujt. Nuk është më çështje fati, por gatishmëria jote për të ndryshuar. Sepse në fund nuk është vendi ku ke filluar që përcakton jetën tënde, por nëse ke guxim të ndërtosh diçka më të mirë. Të dalësh nga rehatia dhe të përballesh me sfidat. Të fillosh të lexosh, të kursesh, të investosh, të ndërtosh. Të mos presësh askënd të shpëtoj, sepse askush nuk vjen. Por ti mund ta shpëtosh veten. Kur njeriu zgjedh rritjen mbi rehatin, ai nuk është më një viktimë e rrethanave, ai bëhet protagonist i jetës së tij. Ai bëhet dikush që nuk ka më frikë. As nga gjykimi, as nga dështimi, as nga pasiguria. Ai bëhet i lirë. Dhe asgjë nuk është më e fuqishme dhe më e rrezikshme për një botë që pret ti nënshtrohesh se sa një njeri që ngrihet mbi limitet e tij dhe vendos të mos jetë më viktim. Thenie. Kur njeriu zgjedh rritjen mbi rehatin, nuk kërkon lehtësira, kërkon liri. Mbyllje kapitulli. Zgjidhja është gjithmonë aty, midis rehatit që të vret ngadalë dhe rritjes që të ngre mbi veten tënde. Nëse dëshiron një jetë ndryshe, sot është dita për ta zgjedhur. Sot është dita për të mos heshtur. Sepse jeta e ndërtuar mbi rehatin është një jetë që të vret. Dhe askush nuk të detyron të mbetesh aty, veç vetes tënde.